4 objekte të rëndësishme të trashëgimisë fetare në Voskopoj dhe Vithkuq janë inauguruar pas përfundimit të restaurimit të tyre në praninë e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, Bezhit dhe kryetarit të Bashkisë Korç Sotiraç Filo. Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, përfshiu restaurimin e kishave të Shën Maris dhe Shën Mëhillit, si dhe manastireve të Shën Prodromit dhe Shën Pjetrit dhe Shën Pavlit. Investimi prej mbi 793.000 eurosh synon ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe nxitjen e turizmit në zonën e Korçës. Është vërtet në fakt kënaqësi për ne për këtë kontribut që kemi dhënë në anën e këtij programi dhe në fakt në anën e tij, pra edhe një herë BE-ja dhe Berzhi, ne po ndihmojmë 4 rajone në Shqipëri sepse ne mendojmë që me anën e kësaj asistence ne ndihmojmë turizmin në këto rajone, por edhe zhvillimin ekonomik të rajoneve. Pra, me anën e kësaj mbështetje ne mbështetim bashkitë që ato të kenë mundësinë që të japin një ofertë më të mirë turistike në mënyrë që të rritet edhe numri i turistëve dhe i vizitorëve në këto rajone. Këto kisha përfaqësojnë një pjesë të trashëgimisë tonë kulturore dhe nëpërmjet këtyre projekteve ne e ruajmë trashëgiminë kulturore dhe së dyti janë objekte të cilat padyshim do të vijnë dhe do të jenë në funksion edhe të promovimit të Voskopojës edhe të Korçës si destinacion turistik. Punimet nisën në vitin 2023 dhe përfundua në gusht të vitit 2025, duke përfshirë restaurimin e çative, forcimin e strukturave dhe ruajtjen e afreskeve, ikonostaseve dhe elementeve të tjera artistik. Projekti u realizua në bashkëpunim me institucionet shqiptare të trashëgimisë kulturore për të garantuar mbrojtjen dhe vizitueshmërinë e monumenteve në të ardhmen.